Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka shpërndar sot një foto që e ka shkrirë rrjetin nga ëmbëlsia. Ajo ka publikuar një foto të vogëlushes së saj Luna Mari, ku fytyra e rrumbullakosur, sytë e mëdhenj dhe buzët e buta duken si një kukull e gjallë. Por ajo që ka bërë më shumë përshtypje në këtë postim ka qenë simbolika plot humor dhe dashuri që Kiara ka vendosur në formën e 3 petullave si emoji, duke treguar me shumë finesë se Luna është faqe petull, një shprehje popullore dhe përkëdhelëse që përdoret për bebat e shëndetshme dhe të adhurueshme. Ky detaj i vogël ka marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë shpërthyer në komente të mbushura me dashuri dhe emocione. Disa kanë shkruar se Luna është një nga bebet më të bukura që kanë parë ndonjëherë, ndërsa të tjerë e kanë cilësuar si engjëlli i faqeve të ëmbla. Me këtë postim, Kiara ka treguar edhe një herë se sa shumë dashuri, humor dhe ndjeshmëri di të përcjell përmes detajeve të thjeshta. Nëna e re duket se është çdo ditë pranë vajzës së saj, duke e shijuar çdo moment dhe duke ndarë me publikun momente që janë sa të bukura, aq edhe reale. Faqet e Lunës, që duken të mbushura plot shëndet dhe mirësi, janë bërë tashmë një simbol i lumturisë së kësaj familjeje që ndjekësit e duan me gjithë zemër. Kjo foto nuk është thjesht një imazh i bukur. Është një kujtim i çmuar, një kujtim i një kohe që nuk do të rikthehet, por që do të mbetet gjithmonë e ruajtur në zemrat e të gjithëve që e kanë ndjekur këtë rrugëtim magjik të Kiarës, Luizit dhe vogëlushes së tyre Luna Mari.